Pra ne lutemi për fëmijët tanë, apo kur ne shohim devijim tek fëmijët tanë, apo kur nuk janë në rrugë të mbarë, ne bëjmë dua për ato. Lutemi për ato, sepse janë fëmijët tanë. Mirë po, pse nuk e bëjmë të njëjtën dua edhe për fëmijën e dikujt tjetër? Për shembull, për ta kuptuar ne se sa e kemi gajlen e të tjerëve dhe dëshirën për të qenë të bashkuar, vetëm një pyetje parashtroj. Kur ndonjëherë ne kemi ndarë kohë të caktuar enkas që të ndalemi dhe të falim 2 regjate namaz dhe pas përfundimit të atyre 2 regjateve të ngrojmë duart dhe të lutim Zotin e madhëruar për fëmijët e dikujt tjetër. Pra jo për fëmijët tanë, për fëmijët e dikujt tjetër, sepse këtë kërkon pikërisht Islami. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Besimtari vërtet do të jesh i plotësuar atëherë kur ashtu sikur se pra e do të mirën e fëmijës tënd, do e duash të mirën e fëmijëve të tjerë. Ashtu sikur se dëshiron përparimin për familjen tënde, do duash dhe do dëshirosh përparimin edhe për familje të tjera. Pra kjo është të jesh unik, sepse është shumë e rëndësishme para se me u bërë të bashkuar trupa, me u bashkuar një herë zemrat, me u bashkuar një herë ndjenja, me bashkëndije për njëri tjetrin, me u bashkuar mendimet. Kjo nuk do të thotë që ti s'mund të mendosh ndryshe, jo. Mirë po, të mos ndikojnë mendimet e ndryshme për t'u hidhruar me njëri tjetrin, për t'u përçarë, për t'u shkapërderdhur me njëri tjetrin. Përkundrazi, mendimet e ndryshme të bashkohen për të nxjerrë një mendim edhe më të mirë. Pra një mendim i cili do të jetë më i mirë, më i shëndosh, më i sigurt dhe që do e siguroj pra ardhmërinë e shoqërisë më së miri. Pra vetëm duke qenë të bashkuar sigurojmë pra shpëtimin për popullin tonë.